Ish kryetari i LDK-s, Isa Mustafa, në një intervistë ka folur edhe për ish bashkëpunëtoren e tij, tani presidenten e Kosovës Vjosa Osmani. Për ata që Vjosa Osmani ka riorbituar në kursin e Albin Kurtit tash e disa muaj, sipas Isa Mustafas nuk përbën befasi. Ky i fundit në një intervistë për Nacionalen veç se para njofton se mund të ketë dredhi të radhës nga Vjosa për të mbetur në pushtet. Sa i përket presidentes, ajo është treguar një karrieriste dhe manipulante e pa skruput politike. Deri tani ka miratuar dhe ekzekutuar të gjitha veprimet e qeverisë Kurti që kanë çuar në izolimin politik dhe ekonomik të vendit. E ka lënë vendin pa krye prokuror të shtetit, në disa raste e ka shkelur kushtetutën dhe nuk ka reaguar asnjëherë në shkeljet kushtetuese nga qeveria. Edhe tani mund të presim dredhit të saj për të mbetur në pushtet, tha Isa Mustafa. Manipulimet e ulta politike dhe sjellje absolutisht të papërgjegjshme ndaj shtetit, kështu e quan Isa Mustafa, ish kryeministër dhe ish kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, krejt kursin e ndjekur ditëve të fundit nga Albin Kurti, vetëvendosjes, i cili prodhoi një seri vendimesh kontraverse në kapacitet veç kujdestar. Mustafa e kthe në perspektivë 9 mujore se si ka operuar vetëvendosja prej prolongimit me vetdije të konstituimit të kuvendit e deri te veprimet jo ligjore, sipas tij për arsye akuzimit të ish opozitës se po pengojnë buxhetin dhe po rrezikojnë pagat dhe investimet. Nga Gjykata Supreme është bërë më së qartë se kjo qeveri në detyrë po vepron në kundërshtim me ligjin, se shumica janë në konflikt interesi ndërmjet pushtetit ekzekutiv dhe atij legjislativ. Është prolonguar me vetdije konstituimi i kuvendit me lloj-lloj veprimesh jo kushtetuese të partisë që doli e para në zgjedhje, për çfarë pastaj është atakuar padrejtësisht gjykata kushtetuese. Qeveritarët e kanë ditur se duhet të zgjidhet qeveria e re për të propozuar buxhetin dhe për të proceduar me miratimin e marrëveshjeve ndërkombëtare në kuvend. Nuk e kanë bërë, por kanë ndërmarrë veprime jo ligjore me qëllim që të akuzojnë partitë e tjera se ato po pengojnë buxhetin dhe po rrezikojnë pagat e investimet. Janë këto manipulimet të ulta politike dhe sjellje absolutisht të papërgjegjshme ndaj shtetit, tha Isa Mustafa. Për Isa Mustafën, pa një pa dy, mënyra se si thjesht ashtu kabineti deputetëve qeveritari Albin Kurtit nxori vendim për rritje të pagës minimale, përbën veç blerje manipulative të përkrajes për vota para ballotazhit dhe zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Rritja e pagës minimale sipas tij bëhet mbi vlerësime ekonomike nga një qeveri legjitime, çka nuk ka dhe partnerëve ekonomik. Paga minimale kërkon vlerësime të bazuara nga një qeveri legjitime dhe nga partnerët ekonomik, sepse paga krijon ngarkesë të ekonomisë e cila në rast se nuk e përballon e ul numrin e të punësuarve dhe për aq apo më shumë kalon në ekonomi informale, duke mos paguar obligimet pensionale dhe të sigurimeve shoqërore me ndikim të drejtë për drejtë dhe në produktin e brendshëm bruto. Logjikë e njëjtë është edhe me pagën e 13, sikurse edhe me 100 eurot për studentët, është blerje manipulative e përkrajes për vota, shpreh Mustafa duke sulmuar Albin Kurtin.